Nga dera e pasme e ndërtesës, dyshohet se u fotën 2 persona me qëllim ekzekutimin e rreshterit policor Muhamet Lika në Kaçanik. Tek ngjitja e shkallëve për të shkuar te banesa e tij, në drejtim të polisit Lika u shkrepën 4 plumba, njëri e goditi në gjoks e që rezultoi fatal për jetën e tij. Ngjarja ndodhi të martën mbrëma në rrugën Idris Seferi në qendër të Kaçanikut. Lidhur me rastin, në prokurori thanë se kanë intervistuar dëshmitar, por nuk ka ende asnjë të arrestuar. Në konferencën për media në prokurorinë themelore në Ferizaj, kryeprokurori Burim Qerkini përjashtoi mundësinë që vrasja të ketë ndodhur për shkak të punës së Likës si polic. Nga ajo që shihet deri më tani është që kanë ikur nga vendi i ngjarjes në këmbë, nuk kemi të dhëna që kanë shfrytzuar më vonë ndonjë vetur apo ndonjë mjet tjetër për ikjen nga vendi i ngjarjes, ndërsa i përket pjesës së dytë të pyetjes apo pyetjes së dytë, rreshteri Muhamet Lika njihet si një person kogja profesional, është njohur si një person kogja profesional dhe nuk kemi ndonjë indikacion, qoftë më të voglin indikacion, që ai gjatë punës së tij si zyrtar policor të ketë pas ndonjë problem. Qerkini tha se në vend ngjarje janë gjetur 4 gëzhoja të plumbave 9.19 mm, por edhe arma e rreshterit policor. Nga të dhënat deri më tani nuk na rezulton që ka pas shkrepje me armë nga arma zyrtare e pjesëtare të policisë Kosovës. Unë se ka në fillim që në lidhje me identifikimin e personave, shihen 2 persona duke ikur nga vendi i ngjarjes, duken persona 3, por që nuk kemi arritur identifikimin apo njohjen e atyre personave. Pas vrasjes së Likës, reagoi edhe ministri në detyrë i punëve të brendshme Xhelal Sfesla, i cili deklaroi se vrasja e polisit në Kaçanik është sulmi drejt për drejt ndaj rendit, institucioneve dhe sigurisë së Kosovës. Edhe sindikata e policisë ka thënë se vrasja e polisit në Kaçanik është atentat i drejt për drejt ndaj shtetit. Ndërsa krye parlamentari në detyrë Glauko Njuca kërkoi hetime të shpejta e të plota në drejtim të zbardhjes së rastit. Vrasja e rreshterit Lika është vrasja e 5 brenda 10 ditësh në Kosovë.